Kosovës. Sot nuk ishte planifikuar që unë ta drejtoja këtë seancë, por është jashtëzakonisht kënaqësi e madhe që edhe në këso rastësish kështu të jem në këtë aktivitet tepër të rëndësishëm që zhvillohet në kuadër të punës së përbashkët ndërmjet dy akademive tona të shkencave dhe të arteve, por po ashtu edhe me pjesëmarrjen e të dy institucioneve më të larta arkivore të dy shteteve tona, përkatësisht të kombit tonë. Është jashtëzakonisht nder i madh që të konkludoj sot para jush këtu që të dy institucionet tona arkivore tashmë kanë trasuar një rrugë shumë të suksesshme të bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve me rezultate konkrete, dhe që e mira më e madhe kësaj është që ne nuk po ngupemi nga kjo, po vazhdojmë ende të prodhojmë agjendë të përbashkët të punës, sepse sado që kemi bërë hapa, sado që shpesh jemi krekos ndoshta për rëndësinë edhe nivelin e bashkëpunimit, përsëri kemi shumë horizonte tjera të pa eksploruara nga ana të dy institucioneve dhe sot në kuadër të panajirit të librit shkencor në dy akademive, përsëri jemi sot për të prezantuar arritjet të këtij bashkëpunimi nga ana e dy institucioneve. Me sot sigurisht pjesa botimeve gjithmonë është ai horizonti i madh që na pret përpara për të prodhuar rezultate konkrete. Unë sot këtu kam kënaqësinë para jush që bashkë me kolegët nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë të prezantojmë dy botimet e fundit, dhe që fillimisht për botimin në lidhje me librin e autorës Ivan Lolit, kam kënaqësinë t'ja jap fjalën kolegut nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë, Endrit Musajt. Faleminderit gjithë pranishme. Unë do flas për një manual arkivor, për cilin mendoj që është një manual jo vetëm për arkivistët, por besoj për gjithë ata që janë të interesuar, qoftë në lidhje me arkivin, qoftë në lidhje me punën me dokumenta. Ky manual që botohet këtë vit është hartuar mbështetur në arkivistikën e përgjithshme, në përvojën ndërkombëtare dhe përvojën shqiptare. Këtu jepet një uri për arkivistikën, dokumentet, arkivat, arkivistët, si dhe për parimet dhe lidhjen e arkivistikës me shkencët tjera. Është trajtuar gjerësisht organizimi dhe funksionimi i shërbimit arkivor në Shqipëri, nga fillesat e tij deri në ditët tona. Është trajtuar krijimi i arkivave të para, përsosja e rrjetit arkivor, bazueshmërisht ligjore, organizative, metodologjike të vërmëtarisë së tyre. Gjithashtu, në libër trajtohen edhe karakteristikat fizike të dokumentet, si suporti, mënyra e hedhjes së informacionit, lëndët gjurmëlënëse dhe evolumi e zhvillimit të tyre, krahas zhvillimit të përgjithshme shoqërore, ekonomike, kulturore, administrative e tjera. Gjithashtu jepet një uri të zgjeruara për karakteristikat përmbajtësore të dokumenteve, në veçanti për rregullat e krijimit dhe elementet e dokumenteve të nevojshëm jo vetëm për arkivistët, por për gjithë ata që merren me krijimin dhe përdorimin e dokumenteve. Gjithashtu trajtohen nocioni, përmbajtja, normat juridike të pasurimit, burimi dhe organizimi i punës për pasurimin e fondit arkivor kombëtar, duke dhënë një përshkrim të shkurtër historik për vlerësimin dhe arritjet në pasurimin e fondit arkivor kombëtar në Shqipëri. Trajtimi i zgjeruar i është dhënë përmbajtjes, rëndësisë dhe parimeve e kritereve për vlerësimin e dokumenteve nëpërmjet ekspertizës për përcaktimin e vlerës së ruajtjes së tyre. Gjithashtu, një çështje e veçantë përbën dhe trajtimi dhe klasifikimi i dokumenteve, që është procesi më i rëndësishëm i trajtimit arkivor, që realizon zbulimin dhe evidentimin e përmbajtjes së tyre, duke i shndruar dokumentet në shërbim të nevojave gjithëpërfshirëse të këshillimit dhe të përdorimit të tyre. Pas zbulimit dhe evidentimin e informacionit që përmbajnë, dokumentet mund të konsiderohen inekzistente. Mjetet e kërkimit e informimit dhe të kërkimit arkivor përbën një pjesë të rëndësishme në këtë libër. Aty trajtohet përmbajtja dhe qëllimi i hartimit të tyre,
Rëndësia e tyre si mjet e informimit dhe kërkimi gjithëpërfshirëse për përmbajtjen, për shtrirje hapësinore dhe kohore për individë të tjerë, jo vetëm në nivel fondit arkivor, por edhe për disa apo tërësinë e fondeve arkivore që ruhen në një apo në disa arkiva. Madje deri në nivel shërbimi arkivor gjithështetëror dhe më gjerë. Në këtë pjesë janë trajtuar metodike e hartimit për zgjedhje e llojit të mjetit të duhur dhe kriteret e skemat e klasifikimit të përmbajtjes së dokumenteve, si dhe mënyra e zbulimit dhe të pasqyrimit të tyre. Gjithashtu janë trajtuar edhe llojet e mjeteve të informimit dhe të kërkimit arkivor, drejtimet parsorë të përdorimit, si dhe mënyrat e njohjes dhe të përdorimit të tyre. Një rëndësi është dhënë përmbajtjes normat juridike, qëllimeve dhe formave të shërbimit dhe të publikimit të dokumenteve. Është vënë theksë se shfrytëzimi i dokumenteve është një drejtë e kujdo, dhe se shteti dhe individi janë të barabartë në të drejtën për të njohur dhe përdorur dokumentet. Janë trajtuar gjitha format e shfrytëzimit të dokumenteve dhe të drejtat e detyrimeve e shërbimeve arkivore dhe të përdoruesve të dokumenteve. Në trajtimin e kësaj vëmëtarie të shërbimeve arkivore, ndër më të rëndësishmet dhe qëllimi thelbësor i saj, janë përfshirë dhe përvojat e shteteve të tjera dhe rekomandimet e Këshillit të Evropës për aksesin në arkiva, të cilat kanë marrë dhe po marrin gjithnjë më shumë karakter të normave unike ndërkombëtare. Në pjesën e mbrojtjes dhe të ruajtjes dokumenteve, jepen njohuritë e gjykuara të mjaftueshme për të përfshirë dhe për të njohur nga gjitha strukturat si dhe arkivistët e shërbimeve arkivore. Trajtohen materialet përbërës të dokumenteve, lëndët e parat për prodhim në tyre dhe lëndët gjurmëlënëse, boja e tjerë. Trajtohen me gjerësi faktorët dëmtues ndaj dokumenteve dhe masat mbrojtëse ndaj tyre dhe në përgjithësi kërkesat teknologjike për ruajtjen e dokumenteve. Jepen njohuri për konceptin dhe kërkesat projektuese e ndërtimore që duhen plotësuar për një ndërtesë arkivore shumë funksionale dhe për mjediset e ruajtjes, trajtimit arkivor dhe shërbimit e përdorimit të dokumenteve. Njohje e legjislacionit arkivor dhe akteve të tjera në ligjore arkivore, ku në mjaft raste Dr. Ivan Loli është autor ose bashkëautor për hartimin e tyre, si dhe akteve të tjera normative për fushat tjera të veprimtarisë shtetërore, që krahas objektet të tyre kryesor trajtojnë edhe objekte të caktuara të punës me dokumente dhe arkivat, ka qenë një fushë e tjetër e rëndësishme në kërkimin dhe studimin gjatë hartimit të manualit. Besoj do të jetë një tekst i dobishëm me njohuri të domosdoshme për gjitha format dhe nivelet e përgatitjes dhe kualifikimit të arkivistëve, por edhe në ndihmë të punës së arkivistëve dhe të krijuesve e të përdoruesve të dokumenteve. Faleminderit. Faleminderit kolegut Endrit Musaj për prezantimin e tij. Tani do të shtoja që puna vjetore e arkivave gjithmonë e gjeni dritare të prezantimit të saj në publikun edhe në komunitetin e ulëmtuesve dhe të studiuesve. Të dy arkivat tona ka shumë vite që këtë detyrë e realizojnë si të përbashkët, pra ne të nxjerrim revistën e përbashkët vjetore për arkivat shqiptare, një emërtim pa diskutim i gjetur dhe i sakt dhe që jap mundësi të gjithë studiuesve që të paraqesin punën e tyre kërkimore dhe hulumtuese përmes materialeve arkivore. Tani do të ftoj që të prezantoj revistën kolegën nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, zonën Habib Beçavani. Tem 59 të revistës Arkivat Shqiptare, që është të botimi i përbashkët i Drejtorisë Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë dhe Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Numri 59 i revistës Arkivat Shqiptare në vete përmban të votuara gjithsej 22 kumtesa, të cilat trajtojnë problematika që kanë të bëjnë me arkivistikën në përgjithësi dhe me arkivat tona në veçanti. Andaj do të mundohem që në pika të shkurtra të paraqes secilin artikull veç. Kumtesa Jo Muze Arkivor e profesor Dr. Ardit Bidot ofron të dhëna për sfidat dhe vendimet e rëndësishme lidhur me realizimin e projektit për ndërtimin e muzeut arkivor, i cili cilësohet si një tipologji e veçantë muzeale që tenton njohjen e publikut të gjerë me pasurinë arkivore. Autori Emin Azemi në kumtesën e tij Veprimtaria e panjohur e Jashar Erebarës sipas arkivave të kohës
prezanton figurën e personalitetit të Jashar Rebarës, bazuar në dokumentet arkivore të kohës lidhur me veprimet e tij drejtuar Stambollit e fuqive të mëdha, të cilat dokumente ruhen në Arkivin Qendror Shtetëror. Bashkautorët Abaz Makolli dhe Gazmend Kadriu në kumtesën Mbrojtja dhe Siguria e Lëndës Arkivore me sistemin automatik për fikje të zjarrit me aerosol trajton rëndësinë e sigurisë së lëndës arkivore në rast të zjarri eventual dhe aplikimin e sistemit më të avancuar për fikjen automatike dhe autonome të zjarrit. Gjithashtu autorët paraqesin aplikimin e këtij sistemi në Arkivin Komunal të Prishtinës, duke ofruar përshkrim të detajuar të sistemit dhe arsyetimin se pse pikrisht është përzgjedhur ky sistem. Kumtesa e radhës Udhëheqësi Turistik Shqiptar dhe burimet arkivore për krijimin e tij e bashkautorëve Manuela Doçaj, Blendi Vasili dhe Golik Vedo trajton çështjen e promovimit të turizmit të Shqipërisë sipas përmbajtjes autentike të dokumenteve, të cilat shpalosin informacione të përmbledhura nga burimet arkivore për këtë temë, duke filluar nga vitet 1920 deri në kohën e socializmit, ku turizmi ka qenë i kontrolluar për shkak të izolimit të Shqipërisë. Padyshim se pasurimi i arkivave është një proces mjaft i rëndësishëm në veprimtarinë arkivore. Andaj kumtesa e radhës, gjurmimi i dokumenteve me rëndësi historike kombëtare, sidomos dëshmëri për pasurimin e fondit arkivor kombëtar e autorëve Fatjon Lalaj dhe Ylber Ramaj, shpalos nismën e ndërmarrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë lidhur me gjurmimin dhe evidentimin e dokumenteve me rëndësi historike për t'i bërë ato pjesë të fondit arkivor kombëtar. Arkivat në veprimtarinë e tyre post tjerash rëndësi të veçantë i kushtojnë edhe mbrojtjes së të dhënave personale. Ndaj autorja Dorina Shaholli në kumtesën e saj, Mbrojtja e të dhënave personale në praktikën arkivore, trajton një nga fushat më të ndjeshme të shoqërisë, pra mbrojtjen e të dhënave personale. Autorja i referohet kuadrit ligjor dhe atij ndërkombëtar, duke vënë në fokus rëndësinë e mbrojtjes të dhënave personale, bazën ligjore dhe parimet që lidhen me përpunimin e tyre. Theks të veçantë zë trajtimi i punës së arkivistit në përballjen e tij me të dhënat personale dhe kriteret për përpunimin e tyre. Kumtesa e autorës Enkeleida Sejdini Balla, e titulluar Zhvillimi i një trajtshëm i rrjetit arkivor kombëtar përmes bashkëpunimit me komunitetin, trajton rëndësinë dhe vlerën e zhvillimit të një trajtshëm të rrjetit arkivor përmes bashkëpunimit me komunitetin, e cila e sheh atë në dy plane: zhvillim dhe përgatitje të vazhdueshme në rrafshin historik të botës profesionale, e para kjo si në nivel kombëtar ashtu dhe ndërkombëtar, dhe së dyti trajtimi i lëndës arkivore për të qenë i aksesueshëm për publikun multidimensional. Materiali arkivor është i pakontestueshëm, andaj në kumtesën Dokumentet arkivore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Regionit të Prizrenit, autorja Elizabeta Krasniqi-Tara prezanton të dhënat të përgjithshme për fondin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Regionit të Prizrenit. Të dhënat e dokumenteve në fjalë janë dëshmi të pakontestueshme se pushteti komunist jugoslav me çdo kusht donte ta nënshtronte popullin shqiptar me metoda dhe masa që kishte ndërmarrë regjimi serb me qëllim që të pengojë shkollimin dhe ngritjen intelektuale të popullit shqiptar. Leon Rei dhe guida turistike e qytetit të Korçës e autores Eralda Cara është kumtesa e radhës që bazë të trajtimit ka fondin personal të Leon Rei, i cili ruhet në Arkivin Qendror Shtetëror. Fokusi i këtij punimi është guida turistike e qytetit të Korçës e punuar nga Leon Rei. Autorja Zelie Shala në kumtesën Dënimet gjyqësore politike për femrat shqiptare në Kosovë shpalos aktivitetin politik të femrës shqiptare që nga ripushtimi i Kosovës nga slavo-komunistët në nëntorin e vitit 1945 e deri në shtirimin e saj në qershorin e vitit 1999. Autorja hedhë dritë
në punën dhe mundin e femrave, si dhe sfidat e rënda në për të cilat kaluan ato duke shpalosur përjetimet dhe ferin që kaluan në burgjet jugoslave. Kumtesa, zbatimi i standardeve në përpunimin e koleksioneve bibliotekare e autorit Izet Abdyli shtjellën rolin dhe rëndësinë e standardeve ndërkombëtare në fushën e arkivave dhe bibliotekave, duke pasqyruar disa nga standardet të cilat cilësohen se janë të domosdoshme në përpunimin e koleksioneve bibliotekare. Kumtesa zbërthen aspekte praktike të zbatimit të standardeve ndërkombëtare në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani. Trashëgimia kulturore padyshim që është pjesë e pandashme e arkivave dhe këtë na e prezanton Dr. Jusuf Osmani në kumtesën e tij Kultura dhe veprimtaria arkivore, e cila ofron njohuri të përgjithshme mbi kulturën si forcë lëvizëse e zhvillimit të ndryshimeve pozitive në shoqëri, duke përfshirë njohuritë, besimet, artin, moralin, të drejtën, zakonet e të tjera, ku lënda arkivore cilësohet si pjesë e thesarit kulturor dhe si e tillë është e mbrojtur me konventat e UNESCO-s. Një pasqyrë të tendencave të reja në arkiv dhe menaxhimin e informacionit në përgjithësi, në përpjekje për të thelluar njohuritë e arkivistëve, ofron kumtesa e autorit Altin Kokoli, e titulluar Disa hapa të rëndësishëm në digjitimin e materialeve arkivore, i cili duke analizuar punën të cilën e bën prej vitesh në këtë fushë, si përfundim nxjerr se të gjitha detyrat tradicionale të përditshme të një arkivisti kanë ndryshuar të ndikuara nga dominimi i mjedisit online, digital dhe si pasojë puna ka ndryshuar në mënyrë dramatike në shumë nivele. Bashkautorët Ergi Zaloshnja dhe Myrteza Shara në kumtesën e tyre Shërbimi arkivor në vendet e Ballkanit Perëndimor paraqesin një vështrim krahasues se si funksionojnë në kuadër të shërbimit arkivor, si dhe qasjen që kanë ndaj studiuesit arkivat qendror në Ballkanin Perëndimor. Autorët gjithashtu paraqesin format dhe rrugët që këto arkiva përdorin për qasjen ndaj studiuesit dhe mënyrën e shërbimit të materialeve arkivore, nivelin e mjeteve të informimit që ato ofrojnë për studiuesit. Duke analizuar të dhënat dhe duke përdorur metodat krahasuese, punimi nxjerr në pa nivelin e shërbimit që këto arkiva kanë kundrejt studiuesve. Kumtesa bashkëpunimi rajonal në fushën e arkivave dhe trashëgimisë kulturore, arkivore e autorit Verontara paraqet rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, shkëmbimin e informacionit dhe ekspertizës në ruajtjen dhe restaurimin e materialeve arkivore dhe në promovimin e trashëgimisë kulturore, duke ndihmuar në konsolidimin e identitetit kulturor të një rajoni. Domosdoshmërinë dhe nevojën për përmirësimin e kuadrit ligjor, përmes të cilit parashihet mirëfunksionimi dhe administrimi në arkiva, e shtjellën bashkautorët Endrit Musaj dhe Lorenca Galliu në kumtesën Ndryshimet ligjore në fushën e arkivistikës, një nevojë e kohës, ku përveç propozimeve për ndryshim të kornizës ligjore, të cilat argumentohen duke u bazuar në kërkesat dhe nevojat e kohës, autorët kanë konsultuar edhe legjislacionin e disa vendeve evropiane, përkatësisht të vendeve me arkiva të konsoliduara, vende që kanë hyrë rishtazin në Bashkimin Evropian dhe i përkasin rajonit ton dhe vendet të ish-bllokut lindor që kanë një zhvillim të rëndësishëm në punën me dokumentet. Analizën e figurës së Dr. Dimitri Pasko në fushën e ekonomisë, bazuar në dokumentet arkivore nga Fondi Drejtoria Qendrore e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, e pasqyron autori Denald Prifti, në kumtesën Dr. Dimitri Pasko, konsulenti teknik i Bankës Qendrore Shqiptare. Përmes analizës së dokumenteve, përveç njohurive në fushën e letrave në pseudonimin Mitrush Kuteli, Paskon e shohim me të njëjtin pasion si në letërsi edhe në studimet e tij në fushën e bankingut. Kumtesa, shërbimi arkivor dhe mbrojtja e të dhënave e bashkautorëve Ergjyseda Shpataraku dhe Gjensila Qullhaj trajton ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale me theks të veçantë në fushën e arkivave, ku pas analizimit të ligjeve të sipërpërmendura, propozohen mendimet për ndryshimet në ligjin për arkiva dhe ligjin mbi mbrojtjen e të dhënave personale për mbarvajtjen funksionale të dyja institucioneve.
Autoria Theodora Lena në kumtesën kontributi i Gjeqovit në fushën e botimeve të arkeologjisë e historisë paraqet pasurinë materiale të veprimtarisë së larmishme fetare, arsimore e shkencore të Gjeqovit, duke u bazuar në dokumentet arkivore të cilat ruhen në fondin e tij personal në Arkivin Qendror Shtetëror. Me mjaft përkushtim, autoria prezanton edhe kujdesin e jashtëzakonshëm prej arkivistit të shtjefën Gjeqovit që tregonte për ruajtjen e dokumenteve. Përgatitja e shënimeve historike dhe vendi i tyre në aparatin informativo-shkencor në arkiva është kumtesa e radhës e autorit Nazmi Mujaj, e cila prezanton dhe analizon përgatitjen e shënimit historik dhe vendin e tij në aparatet informative shkencore të arkivave, duke i dhënë një rëndësi të madhe informacioneve për krijuesit e lëndës arkivore. Autori Gentian Kuke në kumtesën Etika dhe arkivi, disa përqasje filozofike, trajton arkivin dhe etikën duke i parë në shikim të parë si dy koncepte të ndryshme që nuk kanë asnjë pikë takimi, por në fakt nuk është kështu. Autori prezanton se gjatë përmbushjes së detyrave të tyre, drejtuesit e arkivave përballen dhe duhet të japin zgjidhje shumë problemeve të natyrave të ndryshme, ku disa prej këtyre problemeve kanë karakter të qartë etiko-moral. Kumtesa trajton masat e marra nga Arkivi Qendror Shtetëror që nga themelimi deri në ditët e sotme. Autori i radhës dhe i fundit në revistë, Sami Sallahu, në kumtesën e tij, Parimet e mbrojtjes së lëndës arkivore, kushtet e ruajtjes dhe kodi i arkivistit, paraqet një përmbledhje të shkurtër të parimeve themelore në mbrojtjen dhe ruajtjen e lëndës arkivore, rolin e arkivistit, kushtet e ruajtjes të kujtesës shoqërore, dokumenteve të shkruara e të tjera. Në mes tjerash, autori paraqet edhe rolin e arkivit në Policinë e Kosovës si institucion i rëndësishëm i sigurisë së vendit. Krejt në fund të revistës kemi dy artikujt lidhur me veprimtarinë e dy institucioneve tona arkivore, Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, të cilat përfshin harkun kohor nëntor 2022 tetor 2023, duke prezantuar aktivitetet që kanë qenë jo vetëm në sasi, por edhe në vlerat që ato mbartin në vete. Si përfundim, mund të themi se kumtesat e botuara në këtë numër të revistës vlejnë jo vetëm për profesionin e arkivistit, por edhe më gjerë, për studiuesit, studentët e historisë dhe të arkivistikës, apo edhe për profesionet të përafërta me to të cilat e shohin arkivin si lëndë të parë për studimet e tyre. Pra këto ishin kumtesat e botuara në revistën Arkivas Shqiptare. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit kolege Zona Qovanaj. Edhe njëherë Zona dhe Zotri. Ju faleminderit të gjithëve për prezencën tuaj këtu, në emrin tim dhe të kolegut tim, profesor Ardit Bido. Dëshiroj të ju uroj për punën e mirë që është bërë deri më tani në këto edicionet e panajirit mbarkombëtar për librin shkencor dhe po ashtu shpresoj që të shihemi në vitin e ardhshëm në Prishtinë. Po profesor, po, mirërisht. Është vërtet një surprizë shumë e këndshme që aktiviteti i fundit në kuadër të panajirit të tretë mbarkombëtar të botimeve akademike dhe shkencore, një aktivitet i parashikuar si prezantim i punës dhe veprimtarisë së Drejtorisë Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, mori formën e një prezantimi të përbashkët në bashkëpunim me Arkivat e Kosovës, gjë për të cilën zoti drejtor Bislim Bislimi ju falenderoj për ardhjen tuaj dhe për një lloj kuptimi për këtë prishje kaq vllazërore të protokollit, kështu që ky prezantim në fundit për mendimin tim si kryetari i Komitetit Organizativ të Panajirit është në fakt shprehje e natyrës së këtij panajiri, që ne duam të mbledhim në një strukturë të vetme të gjitha entet publike dhe jo publike të kërkimit shkencor që kanë fokus të tyre botimet apo kanë në strukturat e tyre studius të cilët merren me shkencën dhe
duke qenë që jemi në këtë moment të fundit, dëshiroj të theksoj një fakt së pari për bashkëpunimin tonë me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, i cili përveç se është në nivel institucional, strukturat tona të Akademisë së Shkencave, në mënyrë të veçantë akademikët, janë pjesë e komisioneve e Këshillit Lart të Arkivave, që është organi më i rëndësishëm i, le të themi, politikbërjes në fushën e arkivave, dhe gjithashtu zënë një vend konsiderueshëm bashkë me profesorë të tjerë në përfaqësimit e komisioneve teknike të ndryshme që ka Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave në raport me ligjin e tyre. Dëshiroj të bëj vërtet një kompliment se ne mezi e kemi si natyrë, si duke që mezi themi fjalët e mira për reformimin pozitiv që ka ndodhur në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë në dy aspekte. Së pari në investimet e rëndësishme që janë bërë sa i përket ruajtjes fizike të dokumenteve, në pikpamje të shtimit të kapaciteteve për sistemimin e dokumenteve në pikpamje fizike, dhe nga aspekti tjetër, lehtësimi që po u bëhet, le të themi, gjithë përdoruesve, të cilët të ulur në një post të caktuar në arkiv ose jashtë, mund të aksesojnë dokumente me lehtësinë më maksimale, gjë që tregon që institucioni i Drejtorisë Përgjithshme të Arkivave ka arritur standardet më të mira të institucioneve të ngjashme në nivel evropian. Së fundi dëshiroj të them që ne kemi dëshirën dhe vullnetin që të vazhdojmë të bashkëpunimin me arkivat e Kosovës. Kemi pasur disa raste në të shkuarën dhe shpresojmë që me këtë drejtim energjik të drejtorit biznesimit të kemi, le të themi, dhe aktivitetet e tjera. Më lejoni me që ky aktivitet mori dhe formën e përmbylljes së panairit, që në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, në emër të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, kolegët janë duke u kthyer për Prishtinë sepse u bën 3 ditë këtu, dhe të Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, falenderoj në mënyrë të veçantë të gjitha institucionet një për një. Institucionet të cilat përfaqësojnë jo thjesht Akademitë e Shkencave, po institutet kërkimore shkencore, qofshin këto pranë akademisë apo institutet të pavarura jashtë saj, qofshin këto IAL-t publike apo private, si dhe ente botuese të cilat kanë në fokus botimet dhe kërkimet shkencore. Të falenderoj të gjithë autorët të cilët, le të themi, shpenzuan kohën e tyre, energjitë e tyre për të bërë prezantimet. Nuk ishte e thjesht, ky panair kishte 35 institucione pjesëmarrëse nga gjithë hapësira mbarkombëtare, kishte 41 aktivitete me një ritëm pothuajse 14 deri në 15 aktivitete në ditë, dhe dëshiroj të falenderoj pra në radhë parë autorët, pastaj në radhë të dytë dhe drejtuesit dhe gjithë organizatorët. Një falënderim të veçantë, më lejohet ta bëj vetë sepse unë do pres vërejtje për punën time, për kolegët e komitetit organizativ dhe për sekretarin dhe për të gjithë punonjësit e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të cilët u vendosën në dispozicion të këtij aktiviteti. Ne kemi një strukturë të vogël, pavarësisht emrit të madh që kemi, kështu që i falenderoj emër për emër. Edhe juve të nderuar pjesëmarrës, si në këtë orë të vonë të mbasdites, ndoshta edhe cikli biologjik bie pak, por faleminderit që me prezencën tuaj na bët që ta mbyllim këtë aktivitet në formën më të mirë të mundshme. Faleminderit dhe miru takofshim vitin tjetër në Prishtinë.